Doriqet, kuzhinjeri i famshëm me origjinë shqiptare, pas akuzave për abuzim të punëtorëve. Shefi i kuzhinës së restorantit me famë botërore Noma, një nga restorantet më të vlerësuar në botë, ka dhënë dorëheqje mes akuzave për abuzim. Kuzhinjeri shqiptar me famë botërore René Rexhepi njoftoi largimin e tij në mediat sociale, duke thënë se pas më shumë se 2 dekadash ndërtimi dhe drejtimit të këtij restoranti, kam vendosur të largohen dhe të lejoj dhe i sfetante jashtëzakonshëm të udhëheqjen në restorantin drejt kapitullit të tij të arshëm. Ish-punonjësit e kishin akuzuar shefin e kuzhinës për krijimin e një mjedisi toksik pune, duke përfshirë abuzim verbal dhe fizik, raporton BBC. Institucioni i restoranteve luksoze, i cili është Meselin Danimark, është duke u përgatitur për një rezidencë në Los Angeles, po sponsorët e korporatave u tërhoqën pas pretendimeve për abuzime dhe protestave jashtë lokacionit të tij të përkohshëm. Një deklaratë të postuar në Instagram, Rexhepi tha: "Një kërkim falje nuk është e mjaftueshme, unë kam marrë përgjegjësinë për veprimet e mia. Për çdo që pyet se çfarë do të thotë kjo për restorantin, më lejoni të them qartë. Ekipi Noma sot është më i fortë, më frymëzues që ka qenë ndonjëherë", shtoi ai. "Ne kemi qenë të hapur për 23 vite dhe jam jashtëzakonisht krenar për njerëzit tanë, kreativitetin tonë dhe drejtimin që po merr Noma." Ai tha se ekipi do vazhdoj punën e nisur në vendodhjen e re në Los Angeles.